të flasim më gjërësisht për situatën në Kosovë, për dekretimin e datës së re të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, drejt për drejt do të kemë në këto momente zotin Sadri Ramabaja, drejtori i Institutit për Gjeopolitik. Mirëmbrëma, zoti Ramabaja. Mirëmbrëma nga Prishtina. Zoti Ramabaja, 10 muaj përplasje në kuvend që prej shkurtit kur u mbajtën edhe zgjedhjet në Kosovë. Në fakt, çfarë prodhuan këto muaj betejë mes opozitës dhe qeverisë? Këta 10 muaj përplasjesh prodhuan, ose më mirë të themi, shpërfaqen demokracinë e brisht të shtetit të dytë shqiptar në Ballkan dhe një lloj përballje të qeverisë në detyrë, respektivisht lëvizjes vetëvendosje dhe ekipit të saj, me trashëgiminë e patrimonializmit dhe patronazhit partijak që kishte zënë vend gjithandej në institucionet e Republikës Kosovës dhe po e ngulfaste Republikën duke rrezikuar ta humbas një pjesë të saj siç ishte veriu i saj. Kjo betejë tashmë në sferën politike do t'i dorëzohet qytetarëve sërish dhe me 28 dhjetor populli do t'jetë ai që do të vendos për 2 modelet e qeverisjes. Rikthim te kultura e patrimonializmit apo ecje drejt krijimit të një shteti modern që do të mundsonte pastaj Republika të shndrohet në një nukleus që do t'i shërbejë edhe kombit. Si e gjen 28 dhjetori vendin? Po besoj se kjo përballje do të dëshmoj edhe një herë se maturimi politik i qytetarëve të Republikës Kosovës është më në nivel se sa i përfaqësuesve politik të tyre. Prandaj 28 nëntori mendoj që do të shenjoj përsëritjen e referendumit popullor të 14 shkurtit vitit 2021, duke krijuar predispozitat për atë që thash, të ecë tutje Republika në funksionalizimin e plotë saj dhe shndrimin e saj në një nukleus të fuqishëm për ecje tutjes të kombit si tërësi. Zoti Ramabaja, ndërkohë Kosova është pa buxhet, le të themi, edhe pse presidenti Vjosa Osmani tha se ka bërë përpjekje për t'i bindur partitë politike për ta miratuar buxhetin, nuk është pranuar. Sa gjasa ka që kjo situata çojë në paralizim institucional, pra institucionet publike, vendin? Në paralizim institucional sigurisht që nuk do të shkoj sepse ka mekanizma, ka rrugë që do të mund të shfrytëzohen, rrugë kushtetuese dhe ligjore, që të shfrytëzohet një 12 e buxhetit të vitit pasues e tjerë, por disa agjenci, disa institucione, siç është për shembull radio-televizioni publik e tjerë, do të kenë vështirësi dhe do të përballen me ndeshtrashat të natyrës financiare. Sidoqoftë, ky ishte tagri që po paguan një pjesë e qytetarëve, meq opozita e bllokoi situatën, nuk dënjoi madje as të votoj pro shfrytëzimit të mundësisë ideale që nga Banka Botërore dhe nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian të marrë mbi 220 milion, pothuajse një dhuratë, sepse i peshin pa kamat, pra me kamat 0 dhe me mundësi shfrytëzimi për 12 vjet, që secili ndërmarrës privat ose subjekt shtetëror do t'i gëzohej një mundësi e tillë. Por në këtë rast dominoi egoja e theksuar politike dhe një lloj patronazhimi i çuditshëm që lë shumë pikpyetje se kush qëndron prapa krejt këtij rigjiditeti të opozitës në Kosovë.
Zoti Ramabaja, nga kuvendi, kur kjo situatë nuk gjeti as dakordsi dhe as zgjidhje, zbret në 28 dhjetor tek kutitë e votimit që do të hapen për qeverinë e re, në fakt kush fiton dhe kush humbet nga e gjithë kjo betejë? Unë po besoj që do të fitojnë qytetarët dhe diferencën këtë pikë do të bëjnë ata që më pak i nënshtrohen politikave të klientelizmit dhe patrimonializmit, sepse ky lloj patrimonializmi i kultivuar edhe i trashëguar nga mendësia jugoslave deri diku, kishte arritur që të ngulfas një pjesë të mirë të administratës, të shndroj punëtorët e oligarkëve, atyre që dominojnë de facto ekonominë e Kosovës në klientel të tyre të dhunshme, ndërkaq pikërisht për zgjedhja e 28 dhjetorit si datë e zgjedhjeve do t'i krijojë një mundësi të jashtëzakonshme, një kampusi të veçantë të qytetarisë së Kosovës të pandikuar nga këta element që ta rikthejnë mundësinë e ecjes përpara të Republikës, pak a shumë me të njëjtin kontribut që kishin bërë edhe gjatë në prag të luftës së përqendrimin e Republikës Kosovës. Të kujtoj për qytetarët sepse ishte pikërisht mërgata jonë, ajo e përqendruar me theks në Evropë, që ishte si të thuash ushqyesja reale e fondeve që mbanin në jetë qytetarët në Kosovë në vitet 90, e fondit të 3%-shit, e fondit të Vendlinja Thret, ata që krijuan logjistikën dhe mbajtën gjallë diplomacinë e UÇK-s, ata që ushqyen rreshtat e parë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe duket që pikërisht ata do të jenë ata që do ta shpëtojnë demokracinë kosovare dhe do t'i japin gjak të ri, mundësi të re zhvillimit të Republikës. Pra 28 dhjetori do t'jetë dita e festës së demokracisë, ashtu si kundër u shpreh edhe Albin Kurti? Po mendoj se do t'jetë ditë festive që do t'i pri festave të fundvitit, por që do të ketë elemente të një feste edhe më popullore, sepse do t'hyjë në histori si feste demokracisë së re shqiptare dhe një model i ri i demokracisë më të re në Evropë. Zoti Ramabaja, përballë ndërkombëtarëve, në ç'e pozitë e vë kjo situatë vendin? Sa i rëndon pozitat? Sigurisht që shtetet me kapacitetet të kufizuar, siç është Republika e dytë shqiptare në Ballkan, nuk e kanë luksin që të përballen me trysnitë e partnerëve të tyre, në këtë rast partner të real të Republikës së Kosovës dhe dy republikave tona janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, por me theks brenda Bashkimit Evropian Gjermania dhe një lagje të tjerë shtete, shto kësaj dhe Britaninë e Madhe, ata kanë tashmë një lloj mirëkuptimi, e kanë vure se kush janë bllokuesit real të situatës dhe kanë përshtypjen se kanë informacion që lufta hibride ruso-serbe ka pas efekt në këtë zvarritje të krijimit të qeverisë dhe ata do të vlerësojnë drejt lëvizjet pozitive pas 28 dhjetorit. Si do të ndikojë gjithë kjo situatë në rrugën e Kosovës, qoftë në bisedimet me Serbinë, qoftë për të njohur nga vende që ende nuk janë njohur, qoftë me raportet dhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra me të gjithë rrugën e gjatë që ka Kosova përpara? Sa më funksionale do t'jetë Republika, sa më prosperuese do t'jetë ekonomia e Kosovës, mos të harrojmë faktin që Kosova për herë të parë arrin që të prezantojë në kuvent një buxhet prej mbi 4 miliard dollar, pra asnjëherë në historinë e saj nuk e ka pas këtë rrit, ndërkaq sa më shumë që ecet drejt forcimit të sigurisë, rritës së forcës së sigurisë së Kosovës, shndrimit të saj në partner real të aleatëve tanë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe e tjerë,
aq më i lehtë dhe më i mundshëm është bashkëpunimi me partnerët tanë. Kosova e viteve që do të vijnë, do të jetë partnere reale dhe gjeneruese sigurisë në Ballkan. Zotë Ramabaja, qytetarët e Kosovës, si kanë pritur këto zgjedhje? Çfarë pritshmërish kanë në 28 dhjetor? Që është e vërteta për qytetarët e Kosovës është absurd fakti që nuk u arrit të krijohet qeveria qoftë edhe ajo teknike e cila do të kishte mundësi të zgjidhte një vargje emergjencash të domosdoshme. Siç thash, miratimin e buxhetit, në nënshkrimin e marrëveshjeve të lëvërdishme të karakterit ndërkombëtar, sidomos këto me Bankën Botërore dhe me Bashkimin Evropian, planin e rritjes, por edhe disa marrëveshje tjera që kanë të bëjnë me emergjenca, siç e përmendëm buxhetin që ndërlidhet me Komisionin Financiar të Kuvendit të Republikës, e kam fjalën për buxhetin e radio-televizionit publik të vetmit, por ky është përfaqësimi që ka prodhuar ajo mendësia që thash e patronazhit partijak e ngulfatur nga oligarkët, cilët nuk po pajtohen dot të humbin terren në skenën politike. A mendsojmë një përsëritje të skenarit edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit, kur asnjëra prej partive nuk do të mund të krijonte qeverinë e re. Çfarë do të ndodhë dhe ku shkon vendi? Jo, unë përjashtoj një mundësi të tillë, një skenar të tillë. Kam parasysh se do të kemi dy skenar të mundshëm. Skenari i parë që lëvizja vetëvendosje me partitë e vogla brenda saj dhe rreth saj mund të shkoj mbi 51% dhe mund ta bëjë qeverinë vetë me pakicat minoritare jo serbe. Dhe skenari i dytë është që lëvizja vetëvendosje dhe nëse nuk e arrin dot këtë shifër, ajo do të ruaj këtë nivel që ka sot, ndërkaq nga skena politike mund të largohet një forcë politike, e kam fjalën dy në fakt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe në rast se hyn në zgjedhje jashtë çfarëdo koalicioni të mundshëm nisma socialdemokrate, atëherë në parlament mbesin 3 forca politike shqiptare, një leksion i fuqishëm që do t'ja jep qytetari partive politike e i cili do të detyroj një, si të thush, ulje të gjakrave dhe bashkëbisedim për krijimin e qeverisë së re mes lëvizjes vetëvendosje dhe njërës nga partitë e dyta ose e treta. Në rastin konkret, sigurisht do të sprovohet me partinë e tretë. Këtu është shumë e qartë, gara bëhet për mes Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike për vendin e dytë, ndërkaq s'ka dilema se lëvizja vetëvendosje do të jetë e para. Pra, krijimi i qeverisë në skenarin e dytë do të jetë mes lëvizjes vetëvendosje dhe njërës prej këtyre dy partive, e cili skenar do të mundësonte edhe zgjedhjen e presidentit. Prandaj zgjedhjet e 28 dhjetorit po mund cilësohen si festë e demokracisë. Zotë Ramabaja, një pyetje të fundit e kam në lidhje me shkarkimin e kryeprokurorit vendit, zotit Besim Kelmendi. Si qëndron e vërteta shkarkimit dhe cila është arsyeja? Këshilli prokurorial dhe Këshilli gjyqësor i Kosovës janë institucionet më të bunkerizuar dhe të kapura nga element parapolitik të Lidhjes Demokratike dhe të Partisë Demokratike. Për fatkeq, aty tashmë ka shpërthyer betejë brenda klaneve dhe siç është marrëvesh sot dhe dje, fjala është për një betejë mes kryeprokurorit të shtetit në detyrë i pa emruar, që është e vërteta, Blerim, si e pat emrin, Isufaj, po, dhe Besim Kelmendit, që ishte ushtrues detyre i prokurorisë speciale. Ky i fundit, siç u bë tashmë publik, nuk do duhet ishte pjesë e prokurorisë fare, sepse ishte pjesë e nomenklaturës së sistemit gjyqësor të periudhës së Miloševićit, por aty e kanë sjell pikërisht ky modeli i patronazhistëve të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, ju ka shërbyer atyre. Tashmë bëhet fjalë, siç e thash,
për betejë mes klaneve dhe sigurisht që në para këtë vetingut që do të startoj fill pas përfundimit të zgjedhjeve, ka një tendencë për të pozicionuar forcat brendas këtij sistemi. Kjo është ajo që po ndodh në sistemin gjyqësor të Republikës Kosovës, që është themra e akilit që është e vërtetë. E qartë. Zoti Ramabaja, faleminderit. Lutem, mirupafshim.